Vëlla dhe e nderuara motër, apo ndjen se po bën dua lutje prej kohësh dhe asgjë nuk është duke ndryshuar? Mos u dorëzo, mos dysho, ka diçka shumë të rëndësishme që duhet ta dish, ta besosh. Allahu nuk I haron kur lutjet e tua, kërkesat e tua. Pejgamberi a.s. na ka treguar, na ka mësuar, na ka njoftuar se lutja jote I ka 3 rrugë. Ose do të pranohet ashtu siç e ke kërkuar, do ta plotësoj Allahu, ose do të shpëtoj nga ndonjë e keqe që po të vinë, ose do të ruhet si një thesar, si një dhuratë që do të jepet në ahiret, në botën tjetër. Ndonjëherë Allahu xhaleshanuhu e vonon përgjigjen, sepse dëshiron që të dëgjoj zërin tënd, për kushtimin tënd, lutjet e tua, duke e thirrur atë vazhdimisht, Allahun xhaleshanuhu. Ai e di kohën më perfekte se kur je ti gati ta marrësh atë dhuratë, atë që ti e kërkon. Vazhdo të trokasësh në derën e Allahut, në derën e Tij, me lutjet e tua, me kërkesat e tua. Dera që rrihet shpesh në fund me siguri do të hapet, sepse Allahu është I gjithëmëshirshëm dhe është ai I cili I plotson kërkesat tona.